Nisja e një delegacioni amerikan drejt Pakistanit për një raund të dytë bisedimesh të drejtë me Iranin është shtyrë për shkak të zhvillimeve të brendshme politike në Washington. Sipas raportimeve, një zyrtar amerikan bëri të ditur se zëvendës presidenti Vance, i cili pritej të udhëtonte drejt Islamabadit, ka qëndruar në kryeshtetin amerikan për të marrë pjesë në takime në shtëpinë e bardhë. Një tjetër zyrtar i administratës, sipas burimeve, kanë konfirmuar se shtyrja lidhet me angazhime shtesë politike, të cilat përfshin Vance, pa dhënë detaje mbi një datë të renisjeje. Kjo vonesë vjen në një moment pas sigurie për vimin e dialogut mes Washingtonit dhe Teheranit. Autoritetet iraniane ende nuk kanë konfirmuar pjesëmarrje në raundin e ardhshëm, ndërsa kanë vendosur si një kush para prak heqjen e bllokadës amerikane në ngushticën e Hormuzit. Raundi i parë i bisedimeve i mbajtur më herët këtë muaj në Pakistan përfundoi pa arritur një marrëveshje konkrete, duke lënë të hapur pikpyetje mbi ecurinë e mëtejshme të negociatave. Shtetet e Bashkuara duhet të ndalin shkeljet e anëpushimit përpara se mund të zhvillohet një raund i ri negociatash, deklaroi ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara. Ai theksoi se mbajtja e bisedimeve të ardhshme varet drejtpërdrejt nga heqja e bllokadës dhe shtoi gjithashtu se nëse kjo ndodh, takimi i radhës pritet të zhvillohet në Islamabad. Sipas tij, Teherani mbetet i përgatitur për çdo zhvillim të mundshëm. Ne nuk e nisëm agresionin ushtarak. Nëse ata kërkojnë luftë, Irani është gati edhe për këtë, u shpreh ai duke sinjalizuar një qëndrim të ashpër, por njëkohësisht të hapur ndaj dialogut, në varësi të veprimeve të palës amerikane.